Përshëndetje, ju përshëndes dhe ju falenderoj pa mas që jeni munduar që keni ardhur deri këtu tek ku unë jam. Dua që të ngre zërin për problemin që na ka ndodhur në fshatin Vjos të Cakranit, ku më është dhunuar babai edhe vllai im për një mesazh apo për një like që supozohet është bërë. Jemi të shqetësuar për faktin sepse zonja dje ka vajtur në polici dhe ka bërë denancimin për ca mesazhe që nuk janë të vërteta. Nuk janë të vërteta absolutisht. Ne ngrem zërin dhe vazhdojmë ta ngrem zërin për këtë gjë. Dua të bëjmë dije që vajza në fjalë duhet të jetë pak më koshiente për gjërat që flet, sepse për disfatat e saj që i ka ndodhur në jetë, kjo nuk do të thotë që familja ime t'i psoj. Ne jemi bërë si telenovel. Mediat janë bërë gjithandej. Ne duam që kjo gjë të mbaroj sot dhe përgjithmonë. I japim drejtësi dhe nga shteti ne kërkojmë vetëm drejtësi dhe vetëm drejtësi, asnjë gjë tjetër. Në momentin që të zbardhet e vërteta, lër të flasin njerëzit. Në këtë intervistë kam dhënë për njerëzit që mos të flasin pa fakte, pa prova. Vllai im kërkon drejtësi. Nëse një i faj që ka faj, nuk e bën publike kaq shumë dhe thot dua ndihmën tuaj. Unë dua që e vërteta të vej në vesh jo të shurdhët. Atëherë këto mesazhe që publikuan gjatë ditës së djeshme pretendoni se nuk janë të vërteta? Absolutisht që nuk janë të vërteta, janë të sajuara, janë manipuluara, janë po t'i shikojnë me detaje, mesazhet janë tek një mesazh është kthyer një zemër dhe zonja ka thënë që mua nuk më ka lënë Facebooku që të kthej përgjigjen e dur. Ndërkohë, një zemër i ka vajtur tek mesazhi po sa po marr. Mendohet sikur e ka dërguar vllai im. Por janë të gjitha sajesa. Dua shumë që kjo gjë të mos vazhdoj. Respektin e kemi pasur në maksimum për familjen Lamaj. Nuk dim pse ndodhi kjo, se kishte zgjidhje. Vajza nuk ishte pse bënte kaq të madhe, por duhet kishte bërë blok në momentin që bezdisësh, ose të na njoftonte ne si familjarët e tij dhe ne ishim të gatshëm që t'i vinim në ndihmë, nëse e kishte kaq të bezdisshme. Por ajo që ndodhi, mos të bëhemi më telenovela edhe tallava, të vazhdojmë secili jetën e tij, drejtësia të vëri gjërat në vendin e vet. Ju falenderoj shumë, jeni shumë të respektuar dhe dua thjesht drejtësi. Dhe vllai im është i bindur për çfarë flet. Nëse këto gjëra dalin të pavërteta, unë nuk di se si do vënë gjërat më tej, por ne shpresojmë shumë që të ngelen këtu. Atëherë në këto kushte, kur dhuna ndaj dy familjarëve tuaj ka qenë e rëndë, në fakt ju si mendoni që ta kaloni këtë situatë? Shiko, nuk është e lehtë sepse mua më është dhunuar babi. Babi im është 80 vjeç dhe nuk besoj se kush ja fal. Por ne kemi lënë shtetin për të dhënë drejtësi. Dhe vetëm këtë duam, asnjë gjë tjetër, dhe këtë po ngrem zërin dhe po kërkojmë. Mos të bëhen manipulime, po thjesht të tregohet e vërteta dhe shteti lër të vëri dorë. Asnjë gjë tjetër, ne nuk hakmerremi. Absolutisht. Ne kemi lënë një shtet që ai po merret me këtë punë.